Mirë, por i kthehemi në studio të ndruar shikues, edhe siç e thamë edhe në hyrje të programit, flasim në vazhdim pra për një konferencë që është një karakteristikë shumë të veçantë dhe flasim për atë që thjesht e përmendim edhe ne këtu çdo mëngjes në studio dhe pothuajse e kemi kështu përshkrim të punës, të kontratës me fol për lifestyle, stilin e jetës, për një jetë më të shëndetshme, për një jetë më të mirë për secilin prej nesh, edhe në fakt tashmë ato që i diskutojmë ose në tavolina miq ose në studio televizive vinë edhe në një konferencë, edhe është konferenca e parë e këtij lloji në vendin tonë. Flutur Mustafa është përgjegjëse për komunikim nga konferenca, edhe na tregon më shumë detaje sigurisht edhe për folësit, edhe për gjithçka, edhe për idenë e organizimit realisht me 13 nëntor bëhet, por ne siç e dini ju paraprim gjërave. Mirëmëngjesi Flutur. Mirëmëngjesi Flutur, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi Kosovë. Flutur, mos më thuj që edhe Mirëmëngjesi Kosovë ju ka motivu për një konferencë të tillë. Se vazhdueshëm kemi materiale që flasim për lifestyle. Motivi vjen kudo. Domethënë bash Lifestyle Conference, Lifelong Health and Harm Reduction ose shëndeti përgjatë jetës dhe reduktimi i rrezikeve janë tema të cilat na prekin në përditshmërinë tonë dhe pa u thellu ndoshta në aspektin mjekësor dhe shkencor, domethënë janë zakonet e mira dhe të këqija që i kemi përgjatë ditës edhe përgjatë gjithë jetës, janë zvoglimi i rrezikeve duke i minimizuar disa veprime që na shkaktojnë stres, na shkaktojnë ngarkesë, edhe fillimi i aty në zakoneve më të mira që na sjellin drejt një stili më të shëndetshëm të jetës. Kështu që frymëzimi është kudo. E vërtet se mos kohëve të fundit se po flitet shumë për një çështje të tillë. Më men vite më herët nuk është që është biseduar shumë për një çështje të tillë. Po, nuk është marrë parasysh fare. Po. Me rëndësi me ushqy. Ka rëndësi, po. Ajo vjen Delfina është Vedia dhe esenca është... Edhe standardi kam përshtypje. Po normal edhe standardi, sepse shohim që mundemi me fol për shëndetin mendor, mundemi me fol për përditshmërinë, për ato që se si ushqihemi, se si i reduktojmë ushqimet që nuk janë të duhura për ne, në mënyrë që me pas edhe një energji gjatë ditës, ose mënyra se si na i reduktojmë rrezikun e teknologjisë, për shembull duke mos e fillu ditën bismillahin telefon që thonë, po, domethënë duke fillu dhe me ndonjë meditim ose me ndonjë ecje ose diçka e tillë, duke i evitu preparatet ose produktet të cilat vazhdojnë edhe ndëmtojnë shëndetin. Lifestyle Conference ka me pas përpos kësaj 3 panele diskutimi që kanë me bisedu i pari rreth këtyre drogave, abuzimit me substanca narkotike, me duhanin, mënyra se si mundemi me i reduktu këto, se sa është e vështirë të qenit i varur prej substancave narkotike dhe duhanit, me gjetë alternativa më pak të dëmshme kur vjen puna për shembull të duhani. Alternativa më mirë është me e lanë krejt dhe mos me e pi, mirë po ajo vjen gradualisht. Pastaj është paneli i dytë i cili ka të bëjë me shëndetin përgjatë gjithë jetës, ku kemi ekspertë të ndryshëm dhe mjek, endokrinolog, nutricionist, që do të flasim për pasojat qoftë hormonale, qoftë ushqimit, qoftë dhe të shëndetit fizik dhe aktivitetit fizik që na mungon her pas here. Pastaj është edhe paneli i tretë që diskuton pjesën post-traumatike, duke qenë se Kosova është edhe një shoqëri e dalur nga lufta dhe nuk është diskutuar dhe nuk është folur shumë për pjesën se si janë trajtuar apo nuk janë trajtuar traumat brez pas brezi apo gjenerat pas gjenerate. Dhe si ndikon kjo në shëndetin edhe e mirëfillt edhe në total, domethënë në shëndetin e përgjithshëm. Esenca është që nëse nuk mundemi të i largojmë veset e këqija, të paktën të reduktojmë rrezikët që na vijnë prej tyre duke i gjetë alternativa më të shëndetshme. Ama shumë mirë që po bëni një punë të tillë dhe vërtet ne e kemi mision edhe këtu në program, siç e them, sepse ti duke e ditur për pasojat sigurisht fillon edhe me ndryshu gradualisht. Pra, fillimisht duhet me ditë pasojat, duhet me ditë dëmet që vijnë nga, nuk e di, tasëm nga ushqimi jo i rregullt, jo i mirë, gjithë ato që po përmendën edhe mandej thjesht me kalu në nivele të tjera. Po nuk e di nëse është, si më thonë, si konferencë a mbahet në vende të tjera. Shumë mirë që bëjmë banin, bini po më duket pak një ditë, unë po besoj që ditët po më në vitet të ardhshme, edicionet të ardhshme keni me zgjenu zgjatë edhe numrin e ditëve edhe të paneleve. Lifestyle Conference po mbahet, ka ndodhur, domethënë për gjatë 2 viteve të fundit ka ndodhur në Tiranë, është mbajt, si vjet e mbajmë edhe në Prishtinë, me synimin që do ta zgjerojmë vitin e ardhshëm dhe të zgjaset edhe më shumë se sa vetëm një ditë, domethënë si konferencë një ditore. Duke qenë se nevoja për me fol për këto gjëra që janë
vërtet të rëndësishme, të vogla, po që kanë impakt shumë të madh në jetën e përditshme, sepse për shembull niveli i stresit përgjatë ditës varet se si e ke bërë gjumin, dhe sa është gjumit cilësor, dhe çka ke vepruar para gjumit. Dhe kjo vjen domethënë një ndër aspektet edhe që kanë mu diskutu në këtë konferencë është edhe kjo, se si të reduktojmë edhe pjesën e stresit edhe pjesën e veprimeve që ne i bëjmë para se të fillojmë ditën ose para se të bimë për me fjetë, në mënyrë që të nesërmen me uzgju dhe ma me energjia dhe ma me pozitivitet. Përveç tyre që i përmendë flutur, si përkufizoni ju jetën e shëndetshme në një botë moderne, ku ritmi i jetës është kaq i shpejtë dhe vërtet është vështirë me i zënë të gjitha. Në biseda me miq, sa du që i thu për shembull që aktiviteti fizik është i rëndësishëm, thonë po nuk kam ku, sepse fillojnë tani me numru angazhimin e tyre. Po nëse nuk kena ku për palestër, ose për gym që se e përdorim, për shembull, mundemi me bo një ecje, mos me përdor veturën, me ecë prej pikës A pikës B, thjesht një aktivitet fizik që ty pa vetë dihet ndodhe, ke aktivitet sepse ecë, është qarkullon gjako e gjitha. Të paktën edhe unë them nga përvoja që nuk kam kohë me shku në gym, po e shfrytëzoj sa mundem, domethënë këtë transportin. Mos me shfrytëzu liftin për denkotin e dytë. Mos me shfrytëzu liftin, është një zgjatje e muskujve të shtëpia, 10 minutë, domethënë që thjesht mundohesh, domethënë, muskujt me i çtendos, thjesht vjen, domethënë, ai vullneti, shumë 10 minuta deri dikur që mundesh me ja bë një orë vetes edhe me dalë edhe me shku ku është vendi edhe me ushtru. Nëse nuk mundemi me shku në palestër, me një ecje natyrë, parë që kemi. Disa lëvizje me peshën trupore në shtëpi. Thjesht do zgjatje, edhe ata luajnë rol shumë të madh. Unë shoh nga përvoja dhe prindi jam është si tipi që nuk e preferon gjimin. Mirë po, çdo mëngjes, zgjohet gjysmë ore më herët, i bën disa ushtrime të veta që i ka dhe të rekomandume, ai për mu redukton disa riske që i vinë ma vonë, për shembull, dhe shtypjen e këto tjerat nuk ka nevojë, është vital për nga aspekti tjetër, edhe e bën domethënë këtë reduktimin e riskut. Gjithkush mund ta bëjë. Absolutisht po. Është ajo. Lëvizja është jetë, thonë. Ne jemi mësuar gjithkund me vetur, gjithkund me okej, trafiku urban një pikë kretë në rregull, po Prishtina është e vogël për 20 minuta të je ma parë në kamë se sa që je në makinë, kështu që edhe kjo aspekt edhe kurse në para, edhe nerva, edhe eruan shëndetit, edhe mendore edhe fizik. Te panelet flutura, kanë me qenë se paralele disa panele, sepse i pas këtë disa panele e vesh një ditë. Apo i keni kështu të shkurta, po me pak e për marak, du me cek që kemi figurat më të një ora si Vera Ora, e cila është një psikiatre, përpose është nana e yllit tonë. Kemi Saranda Dervisholli, një lifestyle coach, e cila do të flasë për përvojën e saj se si ka shkaktu angazhimi, stresi ditor, një burnout, një djegje mentale në përditshmëri dhe si ajo e ka zgjidhur atë. Pastaj kemi edhe doktor Fitim Ukën, i cili do na flasë më shumë rreth shëndetit mendor dhe rreth rëndësisë së reduktimit të disa veseve të tjera. Temat cilat janë flutur? Temat, si që ceka më herët, kanë të bëjnë domethënë me pjesën që flet për drogat edhe addiction, që kanë varësinë, që krijojnë duhani e tjerë. Paneli tjetër flet për shëndetin për gjatë gjithë jetës nga fëmijëria deri në moshën madhore. Pastaj është edhe paneli i tretë që diskuton për shëndetin mendor dhe stresin post-traumatik. To vërtet janë të rëndësishme sepse lidhen me mënyrën e jetesës, me lifestyle. Edhe me kohën që po jetojmë me 13 nëntor. Jo, se nështë të kjo, po besoj kemi me qenë, po kush janë pjesëmarrësit tjerë, sepse në fakt ato që thunë aty kam përshtypjen që duhet me u dëgju shumë ma shumë. Ju e keni një numër të kufizuar të pjesëmarrësve, pra kush janë edhe mandej qa po synoni me arrit me temat të konferencën. Kemi shpalosë vegzën për regjistrim të pjesëmarrësve. Normal është e hapur, është pa pagesë, mirë po është edhe një numër i reduktuar, domethënë edhe i hapësirës edhe e gjitha. Synojmë që vetëm të krijojmë shprehi të mira. Nëse nuk mund të arrijmë të eliminojmë shprehi të këqija, të paktën të kemi disa shprehi të mira të cilat i lëmë.
Të gjitha të gjeturat apo rekomandimet nga kjo konferencë do t'ju përcillen institucioneve relevante në mënyrë që në të ardhmen të inkorporohen edhe në politika zhvillimore drejt shëndetit edhe drejt një jete më të mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne kemi bërë ftesë edhe institucioneve shëndetësore, ministrisë dhe universitetit në mënyrë që t'i japim edhe një rëndësi më të madhe konferencës. E të njëjtën kohë kemi edhe përkrasit tanë që vinë edhe nga sektori publik, që janë Avicena, Denfix, Reklinika dhe 5 Star, që janë bashkangjit misionit dhe synimit për të kriju, domethënë, disa zakone më të mira, më të shëndetshme dhe me reduktu disa riske që na vinë gjatë për t'i shpërndosur. Një ndërhyrje të vogël. Kujt ja rekomandon me marr pjesë në konferencë? Se tash ka njerëz që thonë po kisha shku se po më intereson kjo ose ajo temë. Pra a janë stafi shëndetësor që mandej ata me i shpërndo ato informacione te pacientët e tyre, klientët e tyre, a janë simdhënësit që gjithashtu kanë kontakte me fëmijët edhe me shumë njerëz. Pra kujt ja rekomandoni? E mira e kësaj konferencë është që Lifestyle Conference prek të gjitha moshat dhe të gjithë sektorët, nëse mund t'i quajmë në sektor, të gjitha shtresat, sepse mund të jenë pjesë, sidomos mosha e cila janë pjek disa vese dhe e kanë ndryshimin pak më të vështirë se sa që e kanë gjeneratat e reja. Gjeneratat e reja janë duke ardhur më të vetëdijshëm për ka aspekti shëndetësor, më të vetëdijshëm për ka konsumi i qoftë i duhanit, qoftë i alkoolit, qoftë i produkteve tjera që janë të dëmshme, domethënë, ndërsa gjenerata tjera, për shembull një moshë 40 vjeçare, 45 vjeçare, që është mësu për shembull thojmë me duhanin klasik, e ka të vështirë të paramendoj me elan ose me kalu në alternativa më pak të dëmshme. Kështu që ne jemi të hapur, është normal plus 18 nga mosha 18 e lartë, dhe janë të mirëseardhur secili që është interesuar sidomos për aq sa ka vende, ja? Për aq sa ka vende. Flutur, sa është i rëndësishëm ky komunikimi efektiv që është për shembull në këtë rast, në mënyrë që mesazhi të përqohet sa më gjerë te njerëzit? Është shumë i rëndësishëm, është gati i barabartë me efektin që ka dhe shkollimi, sepse është edhe një farë dëgjimi aktiv dhe një farë dëgjimi që ty të shtyn edhe me realizu pyetje dhe me u drejtu dhe panelizëm pyetje në mënyrë që me i shtjellu përpos temat, po edhe me marr inputet sepse kemi profesionistë shëndetësor që ndoshta në disa ambiente tjera nuk kemi të qasshëm aq sa dëshirojmë edhe me i pas. Kështu që kushdo që ka dëshirë dhe vullnet, ka çka të përfitojë nga Lifestyle Conference dhe është i mirëseardhur. A synon konferenca me qenë e përveçshme e Flutur? Po. Me qenë tradicionale? Po. Në këtë periudhë paravorësisht? Po, në këtë periudhë. Periudhën e bereqetit, kur i kemi edhe këto të mirat që i marrim që për cilat punojmë gjithë verën. Pra, në këtë periudhë ka me qenë gjithmonë me tema të ndryshme. Lifestyle është diçka që mund të realizohet gjatë gjithë vitit. E qartë, po duke qenë se si konferencë, dëshirojmë që ta vendosim edhe në atë kalendarin e konferencave që mbahen të jetë në këtë periudhë, pastaj aktivitetet tjera të zgjerohen edhe për gjatë gjithë vitit, gjithmonë duke pas parasysh temën që është reduktimi i riskjeve dhe shëndeti i përgjithshëm i shoqërisë. A keni ndjekat trending global, trending lokal, ajo që konsideroni për shkak që është shqetësim lokal me sjellë konferencë apo thjesht kudo që të prekësh në këto tema vërtet janë interesante? Janë çdo gjë na prek, them drejtën e grënë, domethënë se edhe pse jemi shtet i vogël, lëvizjet janë shumë të mëdha, duke qenë se teknologjia e bën vetën edhe na ofron me botën deshtëm apo nuk deshtëm na, qoftë për ka aspekti pozitiv, qoftë edhe për ka aspekti negativ. Ndikohemi prej lajmeve, ndikohemi prej shpifjeve, ndikohemi prej energjisë që përcillet, kështu që kemi marrë problemet e vendit, i kemi si themi, kemi përpunu në mënyrë që të ketë edhe pak impaktin edhe më të gjerë, duke pas edhe vendet e rajonit përballën thuajse me problemet e njëjta, domethënë, me stil jetë shëndetshëm të jetës, me një jetë të shpejt, me punë dhe jo kohë për veten, jo një 5 minutë për veten, gjë që është shumë e rëndësishme, qoftë për shëndetin mendor, qoftë edhe për shëndetin fizik, për të mos ardhur deri tek ajo pika e djegjes që ne nuk kemi më energji, ndoshta as për veten, as për ata që na rrethojnë, as për familjen tonë. Kështu që
ju mi presim në Lifestyle Conference. Pa tjetër. A keni pasur bashkëpunime me institucionet publike, me mediat, apo dhe organizatat e tjera, përsa i përket kësaj nisme? Ju kemi bërë ftesë Universitetit Prishtinës e institucioneve relevante shëndetësore. Normal që institucion shëndetësore kanë delegua dhe mjekët dhe profesionistë të fushës, kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe synojmë që këtë bashkëpunim edhe të ngrisim edhe në nivel më të lartë duke ngrit konferencën edhe viteve tjera, duke zgjeru me aktivitete dhe duke zgjeru edhe me gjatësin, jo vetëm një ditore. Mirë, po uroj që kjo edicion i parë me kalu testin, edhe jam i sigur që ka me kalu, edhe mandej me pas një sukses të vazhdueshëm edhe në vitet që vinë. Faleminderit. Faleminderit juve për mbështetjen gjithmonë. Faleminderit. Mirë, nuk e di nëse